dëshirueshëm 9 grada. Vjojmë transmitimin së bashku tashmë me Virtual Wars për të parë momentet kryesore të botës virtuale, çfarë po raportohet nga lindja e mesme me sulmeve të ndërsjellta iraniane, izraelite dhe amerikane në vende të ndryshme të shteteve të Gjirit Persik. Do të ndalemi spesifikisht në Teheran, ku u zhvillua dhe marshimi në kuadër të ditës Al-Quds në mbështetje të Palestinës. Në fakt, mijëra qytetar u pan në rrugë, madje u pa edhe prezenca e udhëheqësve të Iranit, u dëgjuan sulme izraelite, raportohet për një viktim deri më tani. Këto janë vetëm disa nga pamjet të cilat na vijnë në marshimin e parë dhe herën e parë që iranianët dalin në fakt edhe në rrugët e Teheranit. Rikujtojmë se viti 2026 në Teheran nisi mes protestave ku qindra mijëra studentë, rinj dhe jo vetëm qytetarë iranian dolën në rrugë për të protestuar kundër regjimit islamik dhe rrëzimit të Ayatollah Ali Khameneit në atë kohë në kuadër edhe të kërkesës së tyre për demokracinë në vend, ndryshim regjimi. Ndërkohë që shohim të pamje sot, ka pasur në fakt disa elementë iranian të cilët janë të mërguar nga vendi, që kanë bërë thirrje në fakt që mos të dilet në sheshe dhe në rrugë si pasojë e sulmeve që vijojnë për të mos rrezikuar edhe jetët e tyre. Por sulme ka pasur në Dubai sërish dhe spesifikisht është goditur distrikti financiar i Dubait. Janë sulmet me dron iranian. Dëshmitarët kanë dëgjuar shpërthime të forta dhe një re të madhe tymit zi që varri nga rokaqejt këtë të premte. Zyrtarët thanë se një ndërtesë që raportohet jetë qendra ndërkombëtare e financave ishte goditur nga mbeturinat e dronit, nuk janë raportuar të lënduar. Ka pasur disa raportime në cilat thonë se në fakt Dubai tashmë është kthyer në një qytet fantazëm. Rikujtojmë edhe një herë se influencuesit e rrjeteve sociale kanë postuar të anasjellten. Ata kanë postuar në fakt të qëndrimin e tyre në vijim në Dubai, teksa kanë thënë se nuk kanë frikë për shkak edhe të udhëheqjes së Dubait dhe sigurisë maksimale që ofrojnë Emiratet e Bashkuara Arabe. Hera e tretë që sistemet mbrojtëse raketore të NATO-s interceptojnë kapi një dron iranian në Turqi. Incidenti i tretë, Ministria e Mbrojtjes së Turqisë tha se raketa u shkatrua nga mbrojtja ajrore e NATO-s e vendosur në Mesdheun Lindor. Banorët në fakt kanë dëgjuar edhe shpërthimin e fortë dhe sirenat që kanë rënë pikërisht në këtë bazë ajrore që përdoret nga forcat amerikane e shënjestruar. Por ajo që është interesante për të diskutuar, këto janë le të themi edhe mbetjet e raketës e dronit iranian që ka rënë në këtë bazë amerikane të shënjestruar për herë të tretë në Turqi. Por ajo që diskutohet pikërisht për Turqinë edhe në Shqipëri, po përtej saj, duke qenë se Turqia është në fakt një shtet mjaft i vizituar mes Europës, pavarësisht tensioneve gjeopolitike dhe afërsisë gjeografike që ka me Iranin, Turqia vjen të mbetet e sigurt për udhëtime edhe për fluturime. Si anëtare e NATO-s, Turqia është e mbrojtur mirë dhe forcat e saj ushtarake e bën një nga vendet më të sigurta në rajon dhe turizmi nuk preket mes tensioneve rajonale. Rikujtojmë se turizmi në fakt i Turqisë është një nga nxitësit kryesor të ekonomisë në vend. Turqia kufizohet me Siri në jug, Iranin në lindje, qendrat kryesore turistike në perëndim dhe qendrat e vendit ndodhen larg pikërisht edhe zonave të tensionit. Përpasoj kushdo që ka rezervuar një udhëtim drejt Turqisë mund ta bëjë atë pa problematik, pavarësisht se kemi raportuar për një incident të tretë, është mbrojtja, sistemi mbrojtës raketor i NATO-s pikërisht i vendosur me Mesdheun Lindor që e bën në fakt mjaft të siguruar. E teksa flasim për interceptimin e raketave dhe dronëve, një video e fundit e bërë viral në rrjetet sociale që vjen nga Hadera e Izraelit mbi edhe stacionin e energjisë Orot Rabin tregon edhe interceptimin e një droni iranian që është cilësuar si më i jashtëzakonshëm në rrjetet sociale, është bërë virale pa dyshim. Wow! Garantite, non va a Wow! Hai taciut, non va a
Një ditë më parë, kryeministri japoneze Sanae Takaichi në kuadër të takimit me disa lider të vendeve të Gjirit Persik do të mbante 2 iftare të ndryshme në një ditë, por si pasojë e situatës së saj shëndetësore, Takaichi u përball me simptomat të gripit të cilët e bën atë të pafuqishme. Ajo ra në mes të iftarit të parë, duke mos u çuar dot nga karrikja, duke marrë më pas edhe ditën pushim si pasojë e këtij problematike shëndetësore. Takimi në fakt ndodhi të njëjtën në mëngjes. Sekretari i përgjithshëm i kabinetit japonez tha se qeveria do të angazhohet në përpjekje ndryshme diplomatike për të ulur shpejt tensionet lindjen e mesme, pasi paqja dhe stabiliteti janë shumë të rëndësishme. Kjo ndodhi pikërisht edhe gjatë iftarit që nuk mundej të merrte pjesë edhe kryeministja japoneze Sanae Takaichi, e cila pas një jave do të ketë një takim të rëndësishëm me presidentin amerikan Donald Trump në kuadër të rezervave të naftës, ndaj cilave preket edhe Japonia, si pasojë e marrëveshjes që ka, por gjithashtu edhe lokacionit të saj gjeografik. Ajo gjithashtu ka edhe furnizimin me naftë nga Irani, që është prekurdjeshëm, si pasojë jo thjesht të mbylljesh ngushticës së Hormuzit, por edhe situatës aktuale të konfliktit në rajon. Do flasim për Pete Hegseth, i cili ka dhënë shumë informacione për sa i përket liderit të ri suprem të Iranit, por edhe situatës sulmeve amerikane në rajon. Por konferenca që ai mbajti më 2 mars ishte para pas sulmeve të 28 shkurtit që nisi edhe situatën që ne po raportojmë edhe po përjetojmë këto ditë. Pete Hegseth më 2 mars pati disa vrejtje, të cilat erdhen kundrejt stafit që e fotografonte atë, por edhe medjave që truan fotografët e tyre për të marrë pikërisht edhe shkrepjet e ngjarjes dhe raportimit të parë të sekretarit të luftës amerikan. Ky informim erdhi pas vrasjes së Khameneit dhe e brezdisi shumë Pete Hegseth, aq sa i kërkoi stafit të tij që të ndalonte të gjithë fotografët sepse fotot ishin të pahishme. Sa po niset të raportohen nga mediat amerikane ky lajm, shumë njerëz nisën të ishin të pikpyetur, a janë fotot vërtet kaq të pahishme? Këto janë imazhet në fakt dhe si duket, sipas sekretarit të luftës, ato janë totalisht të pa postueshme apo të pa përdorshme nga mediat të ndryshme sepse nuk i pëlqejnë atij. Ndërsa në Angli ka ndodhur një rast i pazakont, një burr i cili shkoi me urgjencë në ambulancë pasi lëkura e tij ishte bërë ngjyrë blu, një blu vërtet e frikshme. Ai u mor më një herë nga mjekët, Tommy Lynch u zgjua edhe zbuloi veten e tij sikur të ishte transformuar në një avatar. Miku e bindi, i tha shko më një herë në urgjencë, urgjenca i dha oksigjen, dhe teksa po i bënin edhe pikërisht këto ekzaminimet, mjeku deklaroi se në fakt ngjyra e tij e lëkurës erdhi si pasojë e bojës së dalë nga çarçafët e ri që Tommy Lynch kishte blerë dhe i kishte përdorur si duket pa i larë fillimisht. Ai tha se boja ishte si pasojë e mbinxehjes së shtratit të tij përgjatë mbrëmjes në një rajon i cili është i ftohtë dhe shtëpia e tij mjaft e ngrohur me ngrohje termale të brendshme të Castle Grizzly. Miku i tij e vuri re në fakt Tommy Lynch në ngjyrë blu dhe i tha shko me një herë, diçka nuk shkon me ty, pa e kuptuar se ngjyra e lëkurës ishte kthyer në blu si pasojë e bojës së dalë të çarçafëve. Dhe me këtë informacion kemi ardhur në përfundim të transmetimit edhe për ditën e sotme. Unë ju rikujtoj se të gjitha këto dhe shumë të tjera mund t'i gjeni në rrjetet tona sociale ku ju ftoj të na ndiqni, mund të na ndiqni në webfaqen tonë abcnews.al, njëkohësisht dhe në radio në frekuencën 105 FM.